Përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit edhe ju për mundësinë. Atëherë dije në doganën e Durrësit janë kapur 7.000 ton miell të skaduar që qarkullonte që prej prillit të 2025-s. Çfarë po konsumojnë shqiptarët? Atëherë, spari kjo sasi mielli e bllokuar në doganën e Durrësit një ditë më parë nuk përfaqëson gjithatë çfarë po konsumojnë shqiptarët. Sigurisht shqiptarët ushqehen mirë, por ushqehen edhe jo mirë në raport me sigurinë ushqimore. Sigurisht është një problem që nuk mund të zerohet lehtë dhe sigurisht nuk zerohet në asnjë vend të botës se gjithmonë paraqet probleme sigurie ushqimore. Rasti konkret përbën një cenim të rëndë në fakt sigurisë ushqimore dhe shkelje të hapur të ligjit për ushqimin dhe gjithë direktivave tjera apo urdhrave udhëzime, bazës ligjore pra që ka Shqipëria për zbatimin për garantimin e sigurisë ushqimore. Skandali spari thellohet ose e përkeqëson e ngre alarmin, e forcon alarmin kur kompani shqiptare tentojnë të fusin në tregun shqiptar produkte të skaduar. Pavarësisht se është e patolerueshme, mund ta tentojë dikush ta fusi në prodhim mbasi e ka importuar më herët. Por fakti që tenton ta sjellë ta fusin në territorin e Shqipërisë produkt skaduar, kjo përbën një alarm shumë të madh, do të thotë që kontrollet ndaj tyre ose nuk kanë frikë nga zbatimi i ligjit ose nuk kanë frikë nga institucionet shqiptare. Kjo përbën një problem në vetvete dhe është për të përgëzuar dogana në fakt që ka parë detaje, sepse patjetër që është produkt për të importuar, por ata edhe mund ta kishin kaluar datën e skadencës, mund të kishin parë vetëm dokumentacionin. Nga ana tjetër vërejmë një problem tjetër me pikat e inspektimit kufitar që quhen, që janë zyrtarisht piket e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Çdo produkt ushqimor që futet në Republikën e Shqipërisë para se të kalojë te dogana, kalon nga piku. Pra janë inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ata që japin okejn ose jo për një produkt për të futur në territorin e Shqipërisë. Më pas, ky produkt kalon tek pjesa e doganës. Pra do të thotë që inspektorëve të pikut ky detaj u ka shtuar. Me dashje apo pa dashje nuk di të ta them. Bëhet fjalë gjithashtu për një produkt që fatkeqësisht shqiptarët nuk e shohin si produkt në market. Pra ne konsumojmë pica apo produkte tjera që janë bërë nga një X miell, dhe konkretisht miell për pica dhe ne nuk e shohim. Pra ne konsumojmë pica dhe nuk e dim çfarë mielli ka qenë. Nga ana tjetër kemi një miell orizi, i cili sigurisht përdoret në segmente të ndryshme të industrisë, por përdoret edhe nga fëmijët. Pra nënat ju ushqejnë fëmijët me miell orizi her pas here. Dhe kjo dihet, dhe kjo përbën një tjetër skandal. Pra është vërtet për të ngritur alarmin si rast, sepse sidomos me produktet e importit, miell, ne kemi probleme të herpashershme me miellin e importit si miell jo gruri, po miellin që vjen në Shqipëri nga importi, kryesisht nga Kosova, apo edhe Maqedonia, herë nga Greqia, por rasti konkret përbën një rast flagrant, sepse është ndryshe kur vjen një proteinë me miell të ulët dhe përdoret në bukë, pra disa mashtrime konsumatorë që sigurisht ato janë të rënda, por të sjellësh një produkt të cilit nuk i siguron dot as dokumenta origjinale, për shembull certifikatin e cilësisë së këtij mielli. Nuk besoj se një subjekt në Itali apo nga ka ardhur të të shoqërojë ty me flet me raportin e cilësisë, vetëm nëse ai falsifikohet. Pra për në gjykimin tim përbën një skandal dhe sot që flasim, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit duhet ishte në terren, duke ndjekur, duke gjurmuar importuesit e këtij produkti, edhe zinxhirin ku shpërndajnë miell, ku ja shesin miellin, cilat janë pizzeritë apo restorantet apo fatkeqësisht mund të jenë edhe furra buke her pas here, të cilat mund ta marrin këtë miell dhe e fusin në produkt. Pra kjo për mua problem, edhe heshtja e deri tanishme akuse vërtet dakor dogana është një segment që në fundit ka bërë punën e saj dhe e ka bllokuar. Por duhet jetë AKU më pas që duhet ndjeki gjurmëshmërinë. Spari kush është produkt kompania, masat penalizuese ndaj saj, për të parë nëse ka gjendje të tjera produkte të skaduara, pra miell, konkretisht picash dhe orizi, dhe ku janë shpërndarë, sepse këto produkte mund të jenë edhe në pizzeritë apo në restorantet e sotme, ose edhe në marketet të ripaketuara, pra nëse mielli vjen me thes i orizit, ata e paketojnë në ambalazhe më të vogla, 500 gramshe, 250 apo 1 kilogramshe, dhe prindrit e fëmijëve i blejnë patjetër.
Më shumë se sa çështje politike dhe ekonomike, është patjetër jetike dhe preket siguria shëndetësore, i cili është një kusht që ne të integrohemi në Bashkimin Evropian. A mendoni ju se do të arrijmë ne që të kemi një cilësi të mirë të ushqimit? S'pari nuk du të ngatrojmë cilësinë me sigurinë. Siguria është diçka tjetër dhe për këtë po flasim. Cilësinë pastaj e dikton gjithmonë çmimin. Një produkt i sigurt nuk do të thotë që është gjithmonë cilësor. Cilësia ndryshon në varësi të produkteve, të përbërësve dhe këtë e dikton edhe çmimi. Rëndësi ka të jetë i sigurt. Patjetër që kapitulli 12 që është siguria ushqimore do të jetë i fundit që do të mbyllet. Jo më kot dhe kryeministri e deklaroi para 2 javësh, në mos gaboj apo 3, që do të kërkojmë edhe një periudhë tranzitore prej 5 vjetësh pra Bashkimit Evropian na bëjnë vendantar, por kapitullin 12 ta mbyllim 5 vjet mbrapa, sepse edhe kryeministri e di që është një kapitull që bashkë me 27-ën, që është mjedis, janë ata 2 më të vështirët për të plotësuar gjithçka ta dhe për të mbyllur. Kështu që sigurisht do të jetë i vështirë për të mbyllur, jo i pamundur, patjetër, por që ka një zinxhir me shumë hallka dhe gjitha me problematika, me ingranazhe që nëse funksionon një, nuk funksionon 2 tjera e kështu me radhë. Pra ne prej një viti kemi konsumuar pica byreqe që na bëfshin mirë tani se iku, po që a mendoni se ka dhe raste të tjera të kësaj grade, kohët e fundit? Unë jo më këtë përmend autoritetin kombëtar të ushqimit, sepse duhet jetë ai që duhet të verifikojë, të bëjë hetimet e duhura, ai sa i lejon ligji, që të verifikojë nëse kjo ka qenë një ngarkesë vetme, mund të ketë edhe të tjera në magazin, nëse ka pasur ngarkesa para 1 viti apo 2 vjetësh, aku pra me datë skadence të kaluar, aku nuk e verifikon dot tashmë, por të paktën nëse ka gjendje në treg. Nëse ka gjendje në treg, nëse kompania mund të ketë importuar sasi të ndryshme edhe para 2 muajsh, para 3 javësh, para 5 muajsh, mund të ketë produkt në magazinat e tij ose në treg. Kështu që duhet jetë AKU për të deklaruar për konsumatorët atë çfarë detyron edhe ligji në fakt, që është komunikimi i riskut, për të komunikuar me konsumatorët që nëse X miell është shpërndar në pizzerinë time, shembull, me emër subjekti që në filan pizza pizzeri ose restorant, mos konsumoni, mos shkoni deri në një njoftim të dytë, sepse ajo sasi pastaj tërhiqet e tjera e tjera. Dhe masat penalizuese patjetër ndaj subjekteve, se ndryshe është e pamundur t'i vesh në vijë për të zbatuar legjislacionin. Kështu që nuk mund të themi na bëfshin mirë, se sigurisht nuk të bëjnë mirë, pica me miell të skaduar, rrisit janë patjetër nga më të ndryshme dhe mbi gjitha vlerat ushqyese, dokumentacioni që sigurisht do të jetë i falsifikuar nëse ty të vjen në Shqipëri me datë skadence të kaluar, me certifikata që sigurisht nuk mund të lëshohen, pra një produkt që nuk ofron siguri për konsumatorin as i hallë të zinxhirit. Dita ditës, çmimet e ushqimeve janë duke u rritur, siguria është e cënuar dhe siç e folëm, por edhe cilësia e ushqimit është shumë e ulët. Çfarë mendimi keni për këtë raport? Shikoj, cilësia e ushqimit sigurisht ka produkte me cilësi të ulët e ka me cilësi të lartë. Kjo është pastaj sipas siç ndodh në gjithë tregjet globale, patjetër. Rëndësi ka të jenë të sigurta. Është ndryshe nëse një produkt, një lëng frutash po themi, prodhohet në Maqedoni, në Kosovë ose në Shqipëri, dhe ndryshe nëse një tjetër vjen nga Gjermania, Austria apo Zvicra. Sigurisht gjithë elementet mund të jenë më cilësor, por ky produkt është më i shtrenjtë. Në tregun tonë kemi produkte edhe me cilësi disi më të ulët, edhe më të lartë. Këtë pastaj e zgjedh konsumatori sipas mundësive ekonomike. Kështu që kjo nuk e cënon sigurinë, cilësia nuk e cënon sigurinë ushqimore. Pastaj kemi produkte që janë më lirë për shkak edhe të një prodhimi, për shembull në Ballkan, ku krahu i punës është më i lirë se sa në vendet e Bashkimit Evropian. Pra janë disa elementë që e bëjnë produktin më të lirë, që jo gjithmonë mund të jetë jo cilësor, po cilësia gjithmonë është subjektive. Çështja është e sigurisë ushqimore. Kjo është e rëndësishme për mua. Pjesa e çmimeve patjetër u bën shumë vite në fakt që në tregjet, edhe në tregjet globale ka rritje çmimesh nga pandemia kryesisht, më pas konflikti armatosur në Ukrainë, të cilët ndikuan, por fatkeqësisht ndryshe nga ç'ndodh në vende të ndryshme, qoftë Bashkimit Evropian, por edhe të rajonit, kur çmimet rriten në Shqipëri nuk ulen më. Edhe nëse ka rënë një produkt në bursë, ne kryesisht operohet me produkte burse, flas për importin, me çmime burse, patjetër që këtu nuk ndikon, nuk reflektohet. Dhe kjo është fatkeqësi. Kjo për shkak edhe të mungesës mekanizmave për të kontrolluar,
çështjen e çmimeve, nuk është ndërhyrë asnjëherë tek çmimet me idenë e tregtisë lirë, me idenë e tregut lirë, me idenë e kërkesë ofertë, dhe nuk është ndërhyrë. Megjithatë, në Shqipëri ka absolutisht abuzime me çmimet në shumë prej produkteve, jo vetëm ushqimore, në tërësinë e vet. Ne kemi një problem në Shqipëria që ne nuk kemi një listë çmime shporte, pra cilat janë. Të dim që janë 40, 70, 200 produkte të cilat kanë çmim shporte dhe aty automatikisht institucionet duhet monitorojnë nëse ka abuzime me to rritje fiktive, ose kur rriten vërtet për kushte që nuk janë në dorën tonë, do rriten, por kur është çështja për t'i ulur, sigurisht duhet të ulen. Nuk ka mekanizma të tillë fatkeqësisht dhe kjo e rëndon xhepin e konsumatorëve, konsumatorë të varfër përgjithsisht, por konsumatorë që paguajnë shtrejt. Dhe do shtoja edhe çështjen e TVSH-s, ne kemi TVSH 20% për produktet e shportës, aq sa mund të mendohet që janë produkte shporte, por në përgjithësi për produktet ushqimore dhe të tjera, që nuk janë ushqimore, por që janë domosdoshme për të përdorur nga konsumatorët, dhe që vazhdojmë kemi 20% TVSH, ndryshe nga vendet e rajonit që kanë shumë më të ulët. Se ke një mesazh për qytetarë se si mund të arrijnë ata të vetë mbrohen nga ana e tyre për çështjen e sigurisë? Nuk kanë gjithçka në dorë qytetarët, konsumatorët. Konsumatorët kanë në dorë që të shkojnë të blejnë në vendet të sigurta, ku presupozohet që janë të sigurta edhe produktet, pra në markete, në dyqanet kontrolluara, të shmangin blerjet në rrugë, dhe mbi gjitha të lexojnë atë çfarë shkruan në produkt. Etiketat e tyre, tanë në 2026 nga njerë është disi edhe na duket vetja sikur çfarë po thua, ty kërkosh akoma të lexojnë datën e skadencës, por kjo është aja, dhe sigurisht gjithë deklarimet tjera në etiketë. Të ankohen, të denoncojnë kur gjejnë produktet skaduara, kur gjejnë produkte që nuk kanë etiketë në Shqip, dhe fatkeqësisht kemi akoma në marketet tona produkte që nuk janë të etiketuara në Shqip, nuk kanë as kontraetiketën të paktën që duhet vendoset nga operatorët e biznesit pasi produkti importohet. Kështu që kjo është ajo çfarë mund të bëjnë konsumatorët, pra të jenë të vetë kujdesshëm dhe të ankohen, denoncojnë sa herë gjejnë shkelje. Por sigurisht ka edhe çështje të cilat nuk janë dorën e tyre, fruta e perimet nuk janë dorën e konsumatorit, kudo që t'i blejnë, nëse kanë apo jo pesticide mbi normat ose të ndaluara, nuk kanë zgjedhje nëse mielli një picerie kur shkojnë të darkojnë apo drekojnë ka qenë i skaduar apo tjetër, nuk kanë garanci se sa një miell që vjen nga Kosova me proteinë të ulët, që është jo për bukë, po për industri, për ëmbëlsira e tjera, futet edhe në bukë. Pra disa detaje janë vetëm detyrë dhe mundësi e vetë operatorëve të biznesit dhe e autoritetit kombëtar të ushqimit. Faleminderit shumë për kohën.